Miqtë Top News Mirdita, unë jam Gjoj Maqia dhe ky është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Do të ndalemi në pjesën e parë të emisionit tek situata e burgjeve pas raportimeve për vizitat nga po themi vajzat showbizit në formë të jashtëligjshme, në dyshim për edhe ndoshta formë të prostitucionit. Ka patur dhe një raport nga avokati i popullit i cili sugjeron mbylljen e 5 institucioneve të vuajtjes së dënimit. Për të diskutuar mbi këtë çështje dhe të tjera, unë kam lidhje drejt për drejt avokatin Kujtim Sakrani. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedojmë. Gjoj, faleminderit ju për ftetë, kënaqësia ime. Avokat, ka patur një raport, siç e thash, ku rekomandohet mbyllja e 5 burgjeve, mes të cilave edhe Jordan Misja, ku ndodhet dhe klienti juaj, ish presidenti Zoti Meta, edhe ai ka patur vazhdimisht ankesa për kushtet e qelisë. Çfarë bën përshtypje, çfarë po ndodh me burgjet, a duhet të ketë një lloj reformimi, një lloj vënie dorë, si thua, mbi problemet që realisht ekzistojnë? Gjoj, larg modestisë, po flisim me një njeri i cili ka paktën 5-6 vite që ka ngritur alarmin për burgjet shqiptare, për kushtet në burgjet shqiptare, për në tërësinë e tyre, dhe nuk ka marrë gjë tjetër veç se anatemime nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve dhe nuk është dëgjuar askush zëri im. Ka folur në televizionin tuaj, në të gjitha emisionet tuaja, po deshur, dhe mund të themi, drejtori i përgjithshëm i burgjeve, zvënësat e tij kështu me radhë, mua më kanë gjitha këto që më kam thënë, i kanë quajtur trillime, shpifje e kështu me radhë, se po prish unë imazhin e burgjeve shqiptare, sepse burgjet shqiptare janë si në Hollandë, në Belgjikë e kështu me radhë. Dhe e thash këtë si hyrje për të thënë që është më në fund avokati i popullit dhe të gjithë institucionet kuptuan dhe u kthyen në realitet, sepse deri tash kishin qenë në një gjë virtuale. Kjo për shkak të propagandës që bën nga drejtoria e burgjeve, nga ministria kështu me radhë. Shumë mirë që avokati i popullit e ka konstatuar këtë me vonesë pa dyshim, po është konstatuar, sepse në burgjet shqiptare, burgu do të kuptojmë diçka, burgjet vërtet janë institucione të vuajtjes dënimit, po mbi të gjitha janë institucione të rehabilitimit. Dhe kur shkon dikush në burg, padyshim shkëlqyhet liria dhe shkon për të vuajtur një dënim të caktuar që marr nga gjykata dhe nga gjykata. Por mos harrojmë që më mirë rëndësishëm është rehabilitimi, Gjoj. Është rehabilitimi sepse ata qytetarë do dalin nesër, do i lënë ato ambiente dhe do kthehen në shoqëri, do jenë mes nesh. Sepse ne jemi vend i vogël, janë shokët tanë, janë miqtë tanë, janë komshit tanë, janë njerëzit tanë, po dhe shtyju e kështu me radhë. Dhe kjo nuk ka funksionuar dhe vazhdon të mos funksionojë në Shqipëri. Anglezët kanë një shprehje, qytetërimi i një populli dallon se si sillet me të burgosurit. Dhe ne me të burgosurit sillemi në mënyrën më diskriminuese. Sikur mos të mjaftojë ai dënimi, mos mjaftojë heqja e lirisë kështu me radhë, ne vazhdojmë të diskriminojmë. Nuk po them që ne dalim i diskriminojmë në media, por mënyra sjellja dhe trajtimi që përdoret ndaj tyre, kur nuk krijohet asnjë kusht minimal dhe nuk ka as gjyqtar sorvelianca ose gjyqtar të cilët i mbajnë mbikëqyrje për rehabilitimin e tyre, kjo gjë në Shqipëri ka për të vuajtur, sepse bota vërtet i dënon, Gjoj. Vërtet me masa dënimi, qofshin këto dënime të larta apo të ulta. Por ama ka në gjykatat e tyre ka seksione të veçanta që merren vetëm me rehabilitimin e të burgosurve. Dhe sepse rehabilitimi në botën perëndimore, në një shtet të së drejtës dhe një botë të qytetëruar, është shumë i rëndësishëm. Tek ne i marrin një rastin aty në burg, qoftë para burgim ose dënim, dhe me rehabilitimin nuk merret askush. Padyshim që personeli në burgjet shqiptare është i fryrë, ka psikolog, ka edukator, ka jurist, ka të gjitha llojeve, shkojnë edhe shoqata, po të shtu, shkojnë edhe njerëz të komuniteteve fetare, ka madje edhe kisha në xhami brenda institucioneve të vuajtjes dënimit. Por, Gjoj, këto nuk mjaftojnë, sepse duhet politika reale, rehabilituese. Dhe padyshim duhen edhe godina, kur flas godina duhen objekte
të votjes dënimit mos t'jenë objekte si të njerëzve të dorës së dytë, po t'jenë objekte dinjitoze ku ai dënuari mos ketë as problemin e ujit, as problemin e ngrohes, as problemin e ushqimit, as problemin e juristit aty, as një lloj problemi, po ai thjesht aty të jetë në një institucion tamam të vuajtjes së dënimit dhe një ditë ai të bëhet i vlefshëm për të dalë në shoqëri. Dhe të gjitha këto bashkë që u përmenda më lart janë konstatuar nga avokati i popullit dhe padyshim nga inspektorët që kanë shkuar kanë vizituar dhe padyshim ata kanë ngritur alarmin që këto burgje për arsye qofshin edhe infrastrukturore duhet të mbyllur. Pra janë 5 institucione të votjes dënimit që avokati i popullit i ka lënë si detyra ose ka konstatuar që aty nuk janë më ose në vende rehabilitimi ose vende të përshtatshme për votjen e dënimit dhe duhet të mbyllen. Kjo është këmban alarmi për Ministrinë e Drejtësisë, Gjoj. Është këmban alarmi për qeverinë shqiptare, është këmban alarmi për drejtorinë e burgjeve që nuk ka folur gjysmëfjalë, sepse drejtori i përgjithshëm i burgjeve kur shkoi përpara komisionit parlamentar dhe kur referoi aty, tha ne nuk kemi asnjë problematik, jemi të kënaqur me burgjet e kështu me radhë të burgosit, po jo, duhet të dëgjuar zërin të burgosëve, sepse ai presidenti që ju përmendët më parë, nuk para të jetë klienti im, është presidenti i Republikës, ish presidenti i Republikës, dhe nëse nuk ka folur, e di pse nuk ka folur ai, për kushtet e burgje për 2 gjëra, sepse e para njerë nuk do të bëhet viktimë dhe e dyta, në momentin që ai flet, të gjitha ata personeli aty do spostohen dhe do t'i heqin, do t'i çojnë diku tjetër, për shkak se pse ju e keni lejuar që të flasi ose nuk keni bërë këtë shërbim. Dhe këto janë 2 arsyet kryesore që presidenti Medar nuk ka folur për sa i përket kushteve në burgje. Jo për arsye tjetër. Prandaj them që të gjitha këto ne i kemi diskutuar muaj, vite më parë dhe rikthehemi përsëri në pikën 0 dhe kjo është keqardhja më e madhe. Gjithë këto vite kanë shkuar dëm, askush s'ka dëgjuar, askush s'ka folur dhe tashmë jemi përsëri në pikën 0. Avokat, pse ke parë këtë historinë e vajzave të showbizit që ka bërë dhe lajm ditët e fundit, a është një praktik e shpesht, pra si ndodh nga informacionet që mund të kesh, dhe nga tjetër edhe të burgosur duhet të kenë një sër lirish, por jo në kuptimin e prostitucionit, pra liri për të patur një jetë personale aq sa të lejon dhe kushti i burgimit. Unë jam pyetur edhe kolegët tuaj dhe dje, dhe kam thënë, unë nuk e di ku fillon prostitucioni, ku mbaron prostitucioni dhe ku fillon lidhjet familjare, lidhjet bashkërtore, fejesat apo bashkëjetesat. Sepse burgjet për të hyrë në burgjet shqiptare në ambientet e paraburgimit, duhet patjetër që ti i doj nështrosh disa procedurave të cilat janë të parashikuara në ligjin për ekzekutimin e vendimeve penale. Dhe aty të drejtë për të hyrë kanë bashkëtuesit, bashkëshortet, të fejuarat dhe rrethi tjetër padyshim familjar. Si mund ta ndajmë ne që një vajzë, një gocë, qoftë ajo me profesion, qoftë edhe showbizi po deshet ju, nuk është e dashura, nuk është e fejuar, apo nuk është edhe një kandidate për martesë nesër, të dikujt që ndodhet aty. Sepse ne shumë kollaj flasim, por duhet edhe t'i ndajmë ca gjëra, Gjoj. Dhe mos harrojmë, edhe kjo, si edhe hyjtë pjesë e rehabilitimit, se dikush që ka një masë dënimi të lartë, 25 ose burgim përjetshëm, ose 35 vite, padyshim që ai ka të drejtën e tij të rënë kushtetues dhe në ligje kështu me radhë, që të krijojë familje, edhe pse është ambientet e paraburgimit. Nuk ja mohon dot atë të drejtë. Dhe padyshim që ka drejtë të krijojë familje, të hap të zgjerojë të familjen e tij e kështu me radhë. Pra, nëse ne nuk e ndajmë dot ligjin, nuk ndajmë dot të drejtat që ka një paraburgosur ose një burgosur me prostitucionin, atëre ne kështu do vazhdojmë të flasim. Do ta shikojmë konkretisht këtë gjë, sepse ka ndodhur që para disa muajsh një personazh i rëndësishëm që këta quhen botë e krimit e kështu me radhë, se ne avokatët nuk para i quajmë kështu, i quajmë ju gazetarët, ne kemi cilësi tjetër sepse ne kemi klientë dhe për ne janë klientë, janë pafajshëm derisa dënojmë me vendim formës prerë. Edhe atyre kur dënohen ne vazhdojmë deri në Strasburg, kështu që nuk i cilësojmë të tillë. Ka shkuar një e dashur e tij që
mendon që nesër të krijoj familje me atë në paraburgimin në burgun e Korçës dhe të gjithë folën që ka shkuar X modele nga Kosova e kështu me radhë dhe ka takuar këtë. Jo, nuk është e vërtet ashtu, sepse unë kam kontaktuar edhe me personazhin, kam kontaktuar edhe me njerëz, kam kontaktuar edhe me gjithë. Dhe më kanë thënë, jo, është thjesht një takim normal e njeriu i cili do martohet nesër, edhe pse ai mund të vuajë një dënim të gjatë, dhe do hapi familje. Dhe ti këtë gjë nuk ja mohon dot, sepse sepse është e përcaktuar në ligj dhe në kushtetut. Prandaj them që duhet ta ndajmë rast pas rasti, ku fillon e dashuria, ku fillon kjo dhe ku mbaron ajo tjetra. Kolegu Flamur Vezaj flet për një panoram krejt tjetër, pra për element që duket sikur bëhen për formën e mburrjes ose të çështjeve të ngjashme me të burgosërit e tjerë. Jo, unë nuk kundërshtoj çfarë thot zoti Vezaj, nuk bi vendosa gjë nga ato që ai thot. Por flas, duhet të diskutojmë, duhet ta diskutojmë rast pas rasti, person pas person, individ pas individi, sepse edhe në Itali që janë burgjet kanë më rrepsi se çka në vende të tjera të Bashkimit Evropian, edhe aty martohen. E dini ju që i shikojnë në televizor personazhe caktuar dhe vajza ose gra ose zonja çfarë them unë, shkruajnë letra për njohje. Pra njihen nga nuk e ka njohur më parë, e njeh me anë të televizionit, me anë të personazhit publik që ai bëhet për shkak të ngjarjes që është krijuar dhe lidhe dhe ne kemi parë plot filma. Kemi parë filma po deshët ju që janë njohur, janë martuar, po pse jo janë martuar me police të burgut, kam kryer marrëdhënie seksuale po deshët edhe me psikologët e burgut, me edukatorët e burgut dhe kjo është krejt normale, sepse ndjenja janë drejt ta marrin dhe ta shurohen. Nuk është ndonjëherë bie e madhe gjë. Kështu që do ta shikojmë rast pas rasti, pastaj hajde ta diskutojmë se nëse marrim në përgjithësi të gjithë ata që hyn aty ose ato vajza që hyn aty janë të gjitha prostituta dhe hyn aty për lek, unë nuk besoj se ja dalim sa historie. Sepse unë i shikoj kur shkoj në burg që hyn vajza të reja e kështu me radhë takoj të dashurit e tyre. Nuk e di çfarë statusi kanë, të martuara, thejura ose pretendente për martesë nesër. Kështu që nuk ja ndalon dot. Kjo është ajo që unë po them. Pastaj se çfarë profesioni bën njëra. Nëse është vërtet që paguhet 3.000 euro minimumi deri në 10.000 euro, kjo nuk ka të bëjë më me intimitetin që duhet i garantohet personit. Tu jemi në kushtet e prostitucionit apo këtë? Gjoj, shiko, pa hequr gjithmonë lirin e... Gjoj, shiko, kanë shkuar edhe nga komuniteti ynë i avokatëve. Pra, i avokatëve që janë edhe shkojnë, kanë edhe janë dashuruar me këta, ose kanë... Ka dhe nga këto raste. Kryen edhe këto, tani unë nuk përjashtoj se s'pa përgjegjësin për të folur për, si thonë, pranën morale të gjithkujt. Por, them që, përderisa ka njerëz të privuar nga liria, do të ketë edhe personazhe që kërkojnë të përfitojnë në një mënyrë ose në tjetrën për të hyrë aty dhe pse jo për të përfituar, sepse do ta shikojmë në këndvështrimin e një personi që është atje, me një vajzë që është jashtë, i premton e kështu me radhë, mund të ketë pasuri, pse jo edhe me anë të pasurisë, se mund të joshin edhe me anë të pasurisë. Nuk do të thot asgjë, se ai është në burg dhe dikush është jashtë, edhe nuk duhet të njihen, të martohen, të kryejnë marrëdhënie seksuale, e kështu me radhë, të hapin dhe familje, të bëjnë dhe fëmijë. Pra, këto nuk janë fenomen shqiptar, duhet ta kuptojmë. Këto janë fenomen që ndodhin edhe në botë dhe në Europë e kështu me radhë që e kanë shumë herë më kollaj për të hyrë në ambientet e vuajtjes së dënimit se në Shqipëri. Duhet dini, Shqipëria ka rregulloren më të rrept për sa i përket takimeve me familjarët, me shok, me miq, me shoqe e kështu me radhë. Bota tjetër nuk i ka këto kaq të rrept të rregulloren, sepse në momentin që ai merr një dënim të formës prerë, i krijon lehtësira, mundohet të krijojë mundësira që të ketë kontakte me botën e jashtme kështu me radhë. Po mos harrojnë, kanë përfunduar universitetin në përburgje. Kanë përfunduar universitetin, janë bërë inxhinierë, janë bërë mjek, janë bërë avokatë kështu me radhë. Kështu që
burgjet e Europës, në Shqipëri këto gjëra mundësira nuk të janë. Tani se hyri një aty dhe bëri kryemarrëdhënie seksuale, nuk besoj se është ata e madhe dhe cënojnë sigurinë në përburgje. Unë mendoj se siguria në përburgje Gjoj është e cënojnë të tjera gjëra se sa një vajzë, një shoqe, një mike apo një pretendente për martesë që se kryemarrëdhënie seksuale dhe cënoi sigurinë në burgje. Akat, beson se do të ketë marrje masash nga gjithë të probleme që ne trajtuam? Qiko, pash, marrje masave është tek rregulloria. Nëse rregulloria do zbatohet në të gjitha burgjet, pra të jetë një, sepse rregulloria një është, por nga burgu, nga institucion ndryshon. Ndryshon në institucion, është më rrep në institucion, më i linë në institucion tjetër, e kështu me radhë. Dhe unë mendoj që nëse do zbatohet rregulloria nga drejtuesit e këtyre institucioneve, mendoj se nuk do ketë më fenomene të tilla, nëse padyshim nëse ka patur, të kuptohemi dhe unë nuk do të abuzoj. Problemi është që thash, vetëm të rregulloria. Rregulloria jon lejon celular, lejon atë, vetëm presidentin Meta nuk e lejon të marrë as celular, as flas me ju gazetarët e kështu me radhë. Pra, e kuptoni çfarë ironie fati është këtu në këtë Shqipërinë tonë të vogël, por me gjithë këto probleme kaq të mëdha. Unë mendoj se rregulloria është aty dhe është padyshim që është rregulloria shumë nuk të jep asnjë hapësirë që ta abuzosh. Por pastaj varet nga drejtuesit e institucioneve të cilët për 1, 2, 3 arsye pse jo dhe për pagesa po deshët ju të marrin, edhe fusin celular, fusin telefon, fusin çdo lloj gjëra, fusin kokainë, fusin whisky, gjitha të kësaj natyre. Por rregulloria nuk i ka këto. Prandaj them që nëse zbatohet rregulloria, nuk besoj se do ketë as celular, as gjë aty brenda për cilat tashmë ne i dim, sepse ka qenë evidente këto nga kontrollet që janë bërë së fundmi në për institucionet e votjes dënimit. Ka ndërkohë, ish presidenti Meta ka patur një letër për kreun e SPAK-ut, të zëllim Brau, kërkon që të zbardhet sa më parë e gjithë korespondenca që është bërë me palën amerikane sa i takon çështjes së lobimit. Përse kërkohet me kaq ngulm edhe çfarë duhet dim nëse mund zbulosh diçka edhe për publikun? Ja, po atë mu se ne nuk kemi më sekrete timore dhe nuk ka asgjë për të fshehur. Çfarë ka ndodhur? Gjatë hetimeve për lobimin, për çështjen e lobimit, nga ish drejtuesi zoti Altin Dumani është dërguar një kërkesë institucioneve amerikane ku i ka kërkuar që të marrin një vendim gjykate dhe mos i japin informacione ku kompania lobimit GSIS mos japi asnjë informacion për sa i përket Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, pra për lobimin. Dhe është marrë një vendim gjykate në Shtetet e Bashkuara ku mos i japin asnjë informacion, sepse ky mosdhënia e këtij informacioni i shërbente prokurorisë tonë, e cila me prova pa prova mundet të përfundonte çështjen e zotit Meta. Dhe kjo ka qenë gjithë arsyeja ku ne jemi të pabarabartë, sepse ne nuk kemi mundësinë që të paraqesim provat tona për të zbardhur të vërtetën tonë, pra në gjykat, dhe kjo çështje është zbuluar tani së fundmi dhe ne zoti Meta padyshim më konsultua edhe me mua dhe i ka drejtuar një kërkesë siç dihet tashmë publike drejtuesit të prokurorisë së posaçme, zotit Klodian Brau, ku i kërkon që ta marrë masa ndaj kësaj palishmërie dhe të mos kërkojnë më autoriteteve amerikane të zgjasin afatin 2 vjeçar për dhënien e informacioneve për sa i përket kërkesave tona e kështu me radhë. Prandaj kjo dhe njerë vërtetoi se çështja e zotit Meta ishte një çështje e stisur, një çështje e cila ka futur duart dhe apo si themi në gjuhë popullore turind aty jurikim, po pse jo dhe me gonigale kështu me radhë. Dhe ne mendojmë se kjo është një çështje e sajuar politikisht dhe zoti Meta prandaj e bëri publike këtë letër dhe këtë kërkesë që ta kuptojnë edhe qytetarët që çështja ndaj tij është një çështje e montuar dhe montuar keq, padyshim ne po e zbardhim dhe do arrim ta zbardhim edhe në gjykat. Pasi kërkesat tona drejtuar autoritetet amerikane do vazhdojnë dhe për të kërkuar padyshim dhe pafajësi. Kështu që
ishte një lojë kjo e para përgatitur në Altin Dumani nga ish kreu dhe nga autoritetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që padyshim ka pasur një ndërhyrje nga ish ambasadorja e Shtetet Bashkuara. Kjo tashmë është evidente, nuk është se ne po themi diçka që nuk qëndron ose është ka zbardhur. Kështu që si ishte mundur që t'i kërkoj prokuria jonë që ju mos merrni një vendim gjykate dhe gjykata kompetente është gjykata e Arizonës, që mos të japin informacion për lobimin që ka patur, për kontratën e lobimit që ka patur Partia Lëzbizja Socialiste për Integrim në kohë me GSIS, pra me kompaninë amerikane. Kush është arsyeja që s'do të japin informacion? Qofse s'ka informacion, çka ka ndodhur aty, se ka ndodhur, si ka ndodhur. Ne kërkojmë thjesht të na japin informacion mbi nëse ka fatura, këto fatura kush i ka paguar, kujt i ka shkuar, ka ditur zoti Meta gjë për faturat që janë drejtuar partisë ose jo. Dhe kështu që ne kërkojmë zbardhjen e kësaj situate që për ne është situatë shumë e rëndë dhe padyshim përgjegjësia bie mbi personat që e kanë stajuar të gjithë këtë histori. Avokat, pati gjithashtu një ndryshim të praktikës së aplikimit të arrestit me burg. Në atë ditë ne diskutuam dhe bashkë në studio, thatë që do të paraqisnin një kërkesë për rishikimin e statusit të zotit Meta. A do të ketë një shqyrtim pas, po themi, precedentit të ri? Shiko, ne bëm kërkesën tonë, qitëm, gjykata e shërtoi dhe e rrëzoi. Ne nuk kemi njohur akoma me arsyetimin e gjykatës, sepse ka kaluar 10 ditë apo 12 ditë dhe gjykata s'ka vendosur dispozicion arsyet e rrëzimit të kërkesës. Ne kërkesën tonë kishim të bazuar mbi ndryshimet procedurale që ishin bërë për çështjen e zotit Meta, por kishim të bazuar edhe te vendimi i fundit i Kolegjit Bashkuar datës 4 maj 2026. Dhe pasi u diskutuar rreth një orë dhe i debati që patëm aty, ishin dhe kolegët tuaj të pranishëm në atë seancë. Në fillimisht u kuptua që qytetari do ta pranonte atë, pasi më kërkoi që unë qëndrimet e mia lidhur me çfarë mase unë kërkoja për zotin Meta, por pas rreqjes së dhomën e këshillimit ajo u kthye dhe e rrëzoi kërkesën. Arsyet e rrëzimit të kërkesës ne nuk i dim, Gjoj, presim që ta zbardhi dhe patyshim do paraqesim kërkesën ankim në gjykatën e apelit të posaçëm, sepse do ta vazhdojmë këtë histori deri në fund. Zoti Meta nga nesër nis afatet e 20 muajve para burgim dhe çështja nuk ka nisur akoma në themel. Dhe nëse ky është një standard i pranueshëm, i lejueshëm për të gjithë, atëherë unë mendoj se nuk është ky ajo drejtësia shtetit së drejtës që ne kërkojmë. Mendojmë se jemi në të drejtën tonë procedurale, sepse 20 muaj do të kishte përfunduar çështja gjyqësore të paktën në shkallë të parë, ne jemi 20 muaj në paraburgim dhe nuk ka nisur procesi gjyqësor. Dhe kështu që të gjitha vendimet e gjykatës europiane dhe të gjitha standardet që ajo ka përdorur e rrëzojnë padyshim këtë lloj qasje të gjykatave shqiptare. Zoti Meta sot do të ishte përballë drejtësisë, por me një masë tjetër, siç është ajo e një mase lehtësuese në shtëpi, qoftë edhe në arrest të shtëpi, por edhe masave të tjera ndalimi darsja shtetit ose garancia pasurore kështu me radhë. Pra nuk funksionoi kërkesa e parë, edhe pse jeni në pritje të nuk funksionoi arsye, nuk e dim. Kur të marr vendimin e gjykatës që duhet ta kishte shpallë brenda 5 ditësh, por si duket nuk kanë bazë ligjore ata dhe si duket po e zgjasin dhe po mendojnë çfarë do arsyetojnë në rrëzimin e kërkesës. Me ta zbardhur dhe kur do unë të paraqes kërkesën për apel, padyshim do vënë në dispozicion dhe do ta diskutojmë edhe këtë qasje krejt ndryshe, edhe pse gjykata e Kolegjit Bashkëkohor Gjykatës së Lartë kanë një qasje tjetër tashmë. Avokat, shumë faleminderit që ishe me ne, para se ta mbyllim edhe një urim me vonesë për ditëlindje. Shumë urime. Shumë faleminderit, Gjoj, shumë faleminderit dhe unë ju përshëndes edhe kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë, Gjoj. Mirë, falenderoj shumë avokatin që ishte me ne. Do të ecim më tej, do të shkojmë në reklama, kthehemi vetëm pas pak në studio për diskutuar mbi zhvillimet në rajon.